bashkëdhetar të dashur prindër, të dashur fëmijë. Jam Marcela Mana, mësuese pranë ligjeni në Fano, në Itali, dhe njëkohësisht anëtare e kryesisë së lidhjes së shkollave. Profesion aq i bukur dhe aq fisnik, tashmë është ndërruar në një pasion, sepse jo vetëm unë, por edhe gjithë koleget e mia që ushtrojnë këtë profesion në të gjithë botën, në të gjithë diasporën, e shohin jo vetëm si një të drejtë, por edhe si një detyrim ndaj Shqipërisë sonë të dashur. Por Shqipëria nuk është vetëm në Shqipëri. Shqipëria është në Kosovë, Shqipëria është në Maqedoni, Shqipëria është në Malë të Zi, Shqipëria është në arpëreshët e Italisë, në Greqi dhe në gjithë botën ku ndodhen, punojnë dhe jetojnë shqiptarët. Prandaj me këtë mesazh ftoj të gjithë bashkëdhetarët e mi që të regjistrojnë fëmijët pranë kurseve të gjuhës shqipe në vendet ku ndodhen, sepse vetëm kështu do të arrijmë të mbajmë gjallë gjuhën tonë të bukur, do të arrijmë të mbajmë gjallë identitetin tonë. Unë do t'ju kaloj një nxënëse në shkollës sonë, Argjesën, e cila dëshiron të lërë ajo një mesazh bashkëmoshtarëve të saj. Përshëndetje, quhem Argjesa Perja, jam nxënëse e shkollës ligjeni Fano. Me prindërit e mi në shtëpi flasim gjuhën shqipe, prandaj unë me vëllezërit e mi frekuentojmë shkollën shqipe. Në shkollë ne jo vetëm mësojmë gjuhën shqipe, por mësojmë edhe vallet, këngët e traditat tonë. Prandaj ju bëj thirrje bashkëmoshtarëve të mi të regjistrojnë në shkollat e gjuhës shqipe. Ju mirëpresim.